Që të na jepi një koment mbi atë çka foli zonja Alisa Spiropali dhe nëse ke mundur të marrësh edhe komentet të deputetëve të tjerë teksa ata kanë qenë duke hyrë brenda në kuvend. Për ta përmbledhur shkurtimisht atë që tha zonja Spiropali, ajo i nënvizoi faktit që të gjitha grupet parlamentare në Parlamentin e Shqipërisë duhet të reflektojnë për situatën në vend, duhet të reflektojnë mbi kërkesat e protestuesve dhe t'u japin atyre një kohë të mjaftueshme, një seancë parlamentare. Pra ideja e saj ishte që Parlamenti duhet të diskutojë mbi kërkesat e këtyre protestuesve. Por më lejoni që t'u jap një zhvillim të momenteve të fundit sa i përket seancës ditës sotme ku unë ndodhem për të raportuar. Ka një vendim zyrtar të grupit parlamentar të Partisë Demokratike që ka njoftuar se nuk do të marrë pjesë në seancën e ditës sotme në kushtet kur mazhoranca vijon të refuzojë shqyrtimin e nismave ligjore të opozitës dhe kryeministri së bashku me qeverinë, thuhet në këtë njoftim, shmang sistematikisht llogaridhënien për çështje që prekin drejt për drejt interesin publik. Prania jo në seancë plenare sot nuk do t'i shërbente mbrojtjes së interesave të qytetarëve, por vetëm do të legjitimonte një proces parlamentar që po zhvillohet në kundërshtim me parimet e demokracisë parlamentare. Dhe në fakt ne pak më parë kemi vënë re që disa deputetë Partisë Demokratike kishin mbritur këtu në sallën e seancave plenare dhe më pas janë larguar dhe me sa duket i referoheshin pikërisht këtij vendimi të grupit parlamentar të Partisë Demokratike që u zyrtarizua vetëm pak çaste më parë. E kuptoj. Ndërkohë, nëse flasim sot për punimet e kësaj seance parlamentare Indrit, duket se as kryeministri Rama, as kryetari i Partisë Demokratike zot Sali Berisha nuk janë të pranishëm në seancë? A do të vinë ata? Kemi ndonjë sinjal që do të jenë të pranishëm? Dhe tjetra, cili është rendi i ditës të paktën i parashikuar deri në këtë moment, e pasi e vështirë me këto protesta që rendi i ditës të ndiqet pik për pik? Tani përsa ko ka një vendim zyrtar të Partisë Demokratike si grup parlamentar për të mos parë pjesë në seancë, kam përshtypjen se zoti Berisha do të respektojë vendimin e grupit parlamentar. Sa i përket zotit Rama, nuk ka një njoftim zyrtar nëse ai do të vijë apo jo, nga sa dim ka në agjendën e tij një tjetër aktivitet sa i përket startupeve, kështu që me gjasa mund të mos e kemi kryeministrin Rama, prezentat e cilit në seancën plenare janë relativisht të rrallë. Sa i përket pyetjes tënde në lidhje me çfarë pritet të ndodhë, çfarë ka në agjendë të seancës së sotme, është një interpelancë e thirrur nga deputeta demokrate Ina Zhupa me ministrin e turizmit zotin Blendi Gonxha, që me sa duket nuk do të zhvillohet në kushtet kur zonja Ina Zhupa nuk do të jetë në seancë, ndërkohë që një pikë e dytë ishte një seancë pyetje përgjigje me ministrin e drejtësisë Toni Gogut, kërkuar nga deputeti Klevis Balliu. Edhe kjo me sa duket nuk do të zhvillohet. Kjo seancë pyetje përgjigje ishte sa i përket situatës së policisë në Burgje. Më pas është projekti rezoluta për vlerësimin e veprimtarisë së Komisionerit për mbrojtjen e diskriminimit. Ka disa projekt ligje ku më të rëndësishme të vlen të theksohet për shembull ligji për disa ndryshime dhe shtesa në organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore, si dhe një projekt ligj tjetër për shërbimin informativ kombëtar të ndryshuar. Ne Indrit shkëputemi nga lidhja së bashku, pas do të shkojmë sërish me kolegun Igli Çelmeta, i cili na raporton nga pjesa tjetër e pedonales, nga hyrja tjetër drejt kuvendit të Shqipërisë, pikërisht përpara zyrave të burgosurve politik. Igli, jemi sërish me ty, duke shpresuar që e ke marr veten dhe tani të është rregulluar edhe zëri mbas efektit që pati pak më parë spray me piper. Çfarë po ndodh në këto momente?